Pas sakrificës dhe adhurimit ndaj Zotit përmes agjerimit në muajin e Ramazanit, besimtarët musliman në mbar botën kremtojnë festën më të rëndësishme të këtij komuniteti, Fitr Bajramin ose Bajramin e Madh. Qindra besimtarë musliman u mblodhen sot në orët e para të mëngjesit në xhaminë e Brooklynit, e cila është edhe xhamia më e vjetër në New York e shtetet përreth tij për të kryer faljen e namazit të Fitr Bajramit. Është një festë simboli të paqes, qetësisë shpirtërore dhe harmonisë së përbashkët. Gjatë lutjes së tyre, ata kanë kërkuar nga Zoti më shumë begati, paqe e qetësi për shoqërinë dhe vendin tonë, Shqipërinë dhe Kosovën dhe të gjitha trojet shqiptare, duke i përgëzuar me këtë rast të gjithë besimtarët për përmbushjen e njërit prej detyrimeve kryesore të fesë islame, siç është agjerimi. E sadokas dhe shpreh atë solidarizimin shpirtëror me të varfrit në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi ta gëzojnë së bashku këtë festë. Një nga momentet më të rëndësishme për të gjithë besimtarët. Të pranishëm në xhaminë e Brooklynit ishin besimtarë nga të gjitha moshave, veçanërisht emigrantë të vjetër që vazhdojnë traditën e tyre në këtë xhami, e njohur në komunitet si xhamia e emigrantëve, së bashku me emigrantë të rinj të 3 dekadave të fundit. Aktiviteti fetar sot në xhaminë e shqiptarëve ka nisur më herët, me faljen e namazit të sabahut në orën 6:30. Ndërsa falja e namazit u krye në orën 7:30. Më pas imami nga Shqipëria, Festim Doka, udhëhoqi lutjet e namazit të sabahut, i cili ishte i njëjtë imam që priu namazin. Ai mbajti ligjëratën ku foli mbi vijshmërinë që do të kenë tani besimtarët 30 ditë pas këtij agjerimi. Hoxh Eduard Burhani foli më shumë për familjen, shoqërinë dhe rëndësinë që ka në besimin islam familja dhe një shoqëri sa më të shëndosh dhe të mirë. Në ata urdhresa të cilat Allahu Xheleshanuhu wa Xhella Xhelaluhu është i kënaqur me to. Nderuar vëllezër besimtar, sot është një ditë e veçantë. Sot është dita që ne në buzëqeshjet tona, me përshëndetje dhe urimet e ndërsjellta e korrim atë që punuam mundin ton një muaj ditë. Zoti Xheleshanuhu na bëf prej atyre cilët fitojnë nga mirësitë e Zotit në këtë botë dhe në botën tjetër shpërblim. Më parë se të niste falja e Bajramit, foli edhe mysafiri nga Shqipëria Hoxh Zyberi, së bashku me Imam Burhanin, të cilët ishin pjesë e ligjërimit të namazit të Bajramit. Imam Festim Doko, i cili më parë ka shërbyer në Shqipëri, na tha se ky Bajram synimin apo mesazhin e tij e pati pikërisht në bashkëpunimin, unifikimin dhe njësimin midis të gjithë besimtarëve në mbar botën për mëshirë, paqe e harmoni anë mban. E mbushur me udhëshmëri, ibadet është adhurimi që kryejnë besimtarët, dhe së fundi në pas mbarimit të namazit, u takuan me tjetrin shpirtërisht dhe e uruan një tjetrin për një vit të mbar dhe për një Bajram të hajrit. Ky Bajram, synimin e tij apo mesazhin kryesor të tij e pati pikërisht në bashkëpunimin, unifikimin, njësimin midis jo vetëm neve si komunitet shqiptarës, por në mbar njerëzve dhe në mbar muslimanëve në banë botës. Merci. Fitr Bajrami, tha Imam Doko, shënon përfundimin e një muaji agjerimi, përkushtimi dhe reflektimi shpirtëror, duke i dhënë besimtarëve mundësinë për të falendëruar Zotin, për të forcuar lidhjet me familjen dhe komunitetin, si dhe për të ndihmuar ata që kanë më pak mundësi. Ai shtoi se një nga traditat kryesore të kësaj feste është dhënia e sadakas, një akt simbolik që thekson vlerat e solidaritetit dhe babimirësisë. Në fund të faljes, pasi uruan njëri tjetrin plot dashamirësi e mirësi, besimtarët janë kthyer në familjet e tyre për të vijuar me ritualet e festës, që përfshin urimet, vizitat tek të afërmit dhe shtrimin e drekës së Bajramit, ku nuk mungojnë gatimet tradicionale dhe ëmbëlsirat me shërbet, baklavaja, kadaifi dhe revania. Pas faljes së Fitr Bajramit, besimtarët musliman shqiptar, në shenjë dashurie dhe respekti për ata që nuk janë më midis nesh, nisën të bëjnë edhe vizitat familjare në shenjë kujtimi dhe lutje për shpirtrat e tyre, e të afërmeve të tyre, në varresat, duke vendosur buqeta me lule të freskëta.
Televizionin e shqiptarëve të Amerikës Alb TV USA nga Xhamia e Brooklynit në New York, Bekir Sina.